Këngëtarja parashivisi Manku ka festuar Pashkët, teksa ka rrëfyer kujtimet më të bukura të familjesë së saj. Përmes një video në rrjetin e saj social Facebook, parashivisi Manku shpreh se kujtimet e saj më të bukura të familjesë lidhen me festën e Pashkës dhe të gjyshit të saj. Teksa i qesh fytyra ikona e muzikës shqiptare kujton gjyshin e saj që vinte në shtëpi me baston dhe traditën e drekës së Pashkës. Kujtimet më të mira që kam të familjesë është kur vinte gjyshi im me një baston që jetoi 105 vjeç. Baba im dante një qenj me vëllain e tij, sa ta ndiqnin dele si çoban dhe e kishin për gjuna të hanin një qenj, një djalë dhe një qenj një tjetër. E ndalin në gjysëm, ne nuk hanin kur mish qenjë veç Pashkëve. Gjyshi im vinte me baston, 2-3 orë ecte, vinte në shtëpi dhe hante mish qenjë dhe byrek me qumësht, i dridheshin duart dhe këndonte këngët e bukura. Të shpreh këngëtarja, teksa duket mjaft nostalgjike. Na duhet t'i kujtojmë se jeta e parashivisi Mankut ndryshoi si nata me ditën, falëndimës së biznesmenëve shqiptar anë mban botës.